Kapiteni i Teutës Krisi Gërrea ka mbyllur një sezon shumë pozitiv në kampionatin shqiptar të basketbollit, duke marrë një vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar nga portali specializuar Eurobasket.com. Sipas shpjegimeve sezonale të publikuara nga Eurobasket në Superligën Shqiptare 2026, Gërrea është shpallur Center of the Year, qendra më e mirë e vitit në kampionat. Përveç këtij vlerësimi individual, kapiteni i Teutës është përfshirë në 500 më të mirë të kampionatit, si dhe në 500 më të mirë të lojtarëve vendas, duke konfirmuar paraqitjen e tij të qëndrueshme gjatë gjithë sezonit. Në 500 më të mirë të Superligës Shqiptare për vitin 2026, sipas Eurobasket, përka Krisi Gërreas, janë përzgjedhur edhe Jonathan Masi i Tiranës, Trey Edmonds i Beslidis, Campbell i Apollonisë dhe Brock Wakefield i Skënderbeut. Kjo vendos kapitenin e Teutës mes lojtarëve më të spikatur të kampionatit në një formacion ku përfshihen disa nga emrat më të dalluar të sezonit. Eurobasket.com është një nga platformat më të njohura ndërkombëtare për ndjekjen e basketbollit, me informacion për lojtarë, skuadra, kampionate, transferime, statistika dhe vlerësime sezonale në vende të ndryshme. Portali mbulon basketbollin në shumë kampionate në Europë dhe më gjerë, duke publikuar lajme, profile lojtarësh dhe çmime individuale në fund të sezonit. Çmimet përcaktohen në bazë të performancës së lojtarëve gjatë sezonit, ndikimit të tyre në skuadrën përkatëse, statistikave, rolit në kampionat, si dhe vlerësimeve të rrjetit të Eurobasket, i cili përfshin gazetar sportiv, korrespondent dhe bashkëpunëtor që ndjekin basketbollin ndërkombëtar. Gërrea, si kapiten ekipi, ka qenë një nga figurat kryesore të skuadrës dursake, duke dhënë kontribut jo vetëm në parket, por edhe në drejtimin dhe frymën e ekipit gjatë gjithë sezonit.